Në një ambient të qetë, pranë malit të Dajtit, mes gjelbërimit dhe ajrit të pastër, ndodhet qendra rezidenciale, familja e dashurisë, Hylindës Jamari, një shtëpi e dytë për gra të moshuara, që këtu kanë gjetur jo vetëm streh, por edhe dashuri, dinjitet dhe përkujdesje. Qendra hapi dyert më 19 mars 2018 me bekimin e fortlumturisë së tij të lumurit kryepiskopit Anastas, frymëzuesi dhe mbështetësi kryesor i kësaj vepre bamirësie. E ndërtuar mbi themelet e dashurisë dhe respektit për dinjitetin njerëzor, kjo qendër ofron strehim, ushqim, kujdes mjekësor dhe mbështetje shpirtërore për gratë e moshuara pa dallim feje. Εμείς διαλέξαμε αυτό το μέρος διότι δίπλα είναι και το νηπιαγωγείο. Ne zgjodhëm këtë vend për të krijuar qendrën tuaj se këtu në krah është edhe kopshti i fëmijëve. Και λίγο πιο ψηλά είναι η σχολή Βυζαντινής μουσικής. Edhe pak më sipër është shkolla, kursi i muzikës bizantine. Άρα λοιπόν είμαστε μια μεγάλη εδώ πέρα κοινότητα. Pra jemi një komunitet i madh këtu. Δεν είναι απομονωμένοι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ηλικία. Dhe nuk I kemi vënë në izolim njerëzit që janë në moshë më të madhe. Όλοι είμαστε η μεγάλη οικογένεια της αγάπης του Χριστού. Të gjithë përbëjmë familjen e madhe të dashurisë së Krishtit. Και όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε να γίνει αυτό πραγματικότητα. Edhe të gjithë mund të kontribuojmë që kjo gjë të bëhet realitet. Κανείς δεν εξαιρείται. Askush nuk përjashtohet. Όλοι είμαστε εργάτη αγάπης. Të gjithë le të jemi punëtorë të dashurisë. Unë këtu vajta 7 vjetë. Edhe si të duket këtu ty? Aqe mirë, sidomos që kur ka ardhur kjo, drejtoresha e re, jam shumë e qetë dhe e kënaqur. Se është një grua shumë e kujdesshme dhe e mirë. Nuk ndjej asgjë domethënë të keqe këtu. E di çfarë Dhe të gjitha gratë, biles, jo vetëm drejtoresha, po të gjitha gratë që punojnë në këtë godinë, janë ideale. E them kështu me plot gojë, janë ideale. Sepse na bëjnë shërbimin një për një dhe pa të ri ose të jenë si të ashun. Na lajnë, na ndrojnë, na shikojnë, na kontrollojnë, na japin ilaqet, na japin të gjitha dhe të gjitha me buzë të gaz. Jam shumë e kënaqur, me tërmend e them me plot gojën dhe me sinceritet këtë që them. Nuk e them për t'i vënë kefin. Jo, si them. Po ti na e the edhe më përpara neve se të hapeshin kamerat. Jam shumë. Fëmijët I kemi në kurbet. Këtu tani neve na kanë ardhur, domethënë ngrohtësi. na kanë ardhur shumë njerëz. Vinë studenta, vinë të kishës përsu, na bien dhuratat, nuk na bëjnë, domethënë, s'kishë pa ndonjëherë. Kemi akoma na dhuratat e tyre, kemi sende që I përdorim neve tani. Jo lagë frokës, jo shapora, jo kështu në kremera, të them, roba për të veshur. Drejtoresha na ndihmon. Qa ke nevojë për ndonjë? Pa. Që edhe ushqimi është I mirë. Ai ushqim na ngre nivelin neve. Na ndihmoj dhe në kozmetik për flokët, për të gjitha këto. Njërë muaj na vinë student nga Akademia e Parukjerëve. Ato janë student, normalisht edhe kanë atë dëshirën për të mësuar edhe praktikën, por edhe neve na ndihmojnë goxha. Na presin flokët. Na presin flokët, na I byejnë, na I presin, por që krijohet një atmosferë kaq e bukur kur vinë ata, sepse të gjitha nënat pa përjashtim ndjehen shumë të mirë. Po. Këtu nuk është azil, po është vil. 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 Kështu do ta quajmë të. Vil. Vizita plot, na njerëz, na prindër, na
kisha në të ranë të vizita plot, në sjedhin gjëra dhe për veshje, dhe për ngrënje, dhe për çdo gjë. Kemi të tyret. Sa mirë. Nuk kemi që them, unë sa çka më them, unë jam shumë e kënaqur. Tani byrikun sot me çfarë keni ju? Sot e kemi me presh. Bravo. Sa vete tani vizitë të rëshi? Sa bëj tani? Po, gati 7 vite. Jo, 7 vite ashtu, po sa bëj moshën. Moshën 90. 90. 90 vjeç. Nuk dukesh fare. Jo. Për 90 nuk dukesh. Kështu që komplimente. Nuk dukem. Lavdi Zotit. 90 vjeç jam. Gjatë vitit të sonë në qendër, ndodheshin edhe fëmijët e kopshtit protagonistët, të cilët vizitonin nënat dhe i përshëndesnin ato me këngë, poezi dhe përqafime të sinqerta. Një moment i veçantë që bashkon brezat dhe mbush ambientin me gëzim. Viti është kuzhinier, ka dhe sopë dhe frigorifer, me një garush dhe sa një vas, këshiu në vjesht, hedhë si supa në tase, por në verë gatuar, gjelë në furë e me tokën të pjetë si pullë, por një kuzhinier ma tufë si a i, do të bëj tokën shkumbe hip, por në pranë verë nuk ka frigorifer, as furë, salate, lule për granitur. Do t'i them mamit gatimin t'ja mësoj, se për ndryshe do mbesi me kishta në gojë. Ne jemi shumë të kënaqur, jemi pranë azilit, nënat dalin në balkon, shikojnë fëmijët, gjatë pranverës ne dalim dhe ne në borë. Në aktivitete marrim pjesë, sigurisht jemi shumë të kënaqur dhe me Aidën këtu, na ka ftuar në çdo rast. Ne jemi gjithmonë këtu, si për 8 mars, për ditëlindjen e nënave, dhe të gjitha me radhë. Jemi shumë të kënaqur. Ju krijoni atmosferën e grupit, Edhe fëmijët e shijojnë shumë këtë pjesën. Kur ju themi se duhet shkojmë nga nënat, se na ka ftuar Aida, ata e bëjnë me kënaqësi dhe ne vim me shumë kënaqësi, se përshëndetemi çdo mëngjes kur vim në mëngjes, nënat janë aty në ambient të ngrohtë. Duke si është familja e madhe, po që shkon mirë edhe me fshinjat. Po. Bashkëpunojmë shumë dhe jemi shumë të kënaqur. Vinë kalamajt në mbjellin. Pa. Speca, kujtar. Pa. I vunë dhe emrat. Ne i shohim zonjat këtu që janë rezidente si gjyshet tona. Edhe lidhemi kaq shumë dhe neve me nënat këtu, edhe falim dashuri, po marrim shumë dashuri. Edhe duke marrë dashuri kaq shumë dhe urata nga këto nëna, ti nuk e ndjen dhe lodhjen punë. Vështirësi, sfida ka, plot. Po duke pas atë frymën e dashamirësisë, dashurisë, nuk i ka përcen ato vështirësitë që ti do kesh. Edhe me stafin, domethënë me punojëset, këtë kemi primare, kemi dashurinë, komunikimin e mirë, dashurinë, koordinimin edhe zonjat për shumë shpesher e thonë që vim me qef në punë. Kjo është shumë rëndësishme. Po, patjetër. Kur vjen me dëshirë dhe me qef, çdo gjë ti nuk ndjen as lodhje dhe as gjë. Do ndalem pak tek asistenca që ju keni me infermiere. Po. Ju keni infermier 24 orë që i qëndron i shërbejnë nënave këtu. Po, është një në turn. Domethënë janë me 3 turne, 3 infermiere, 2 sanitare, 2 kuzhinjere. Që janë gjithkohës, domethënë shërbimi është si nga ushqimi, si nga infermierët. Kujdesi shëndetësor është një ndër shtyllat kryesore të funksionimit të qendrës. Stafi siguron për kujdesi 24 orë në ditë, si në raste urgjente, ashtu edhe për kontrolle rutinë. Po unë e dua punën edhe nënat. Domethënë, edhe më duket sikur i shërbej gjyshes time kur merre me një nën, pavarësisht lodhjeve që na krijohen, sepse vetë mosha e tyre apo problemet që ato kanë, patjetër që të krijojnë lodhje. Por ama kur të thon pastaj të rrosh, të rrojnë fëmijët, e kupton ti ndjesh mirë dhe të ikën lodhjen. Tham që kur kemi raste emergjente, përveç se ju jepni ndihmën e parë këtu nënave, më pas kontaktoni urgjencën dhe keni bashkëpunim për rastet urgjente. Po kur për shembull kanë ato vizitat rutinë që kanë kryesisht moshat e treta. Për probleme që mund të kenë, të zakonshme, njoftojmë dhe mjekun e familjes që e kemi afër, edhe rekomandimet që ai na jep. Kalojmë ke klinika ortodokse.
Klinika ortodokse tek rruga e Dibrës. E Kishës. Po, e Kishës. Ku aty kemi gjetë mbështetjen dhe dashamirësinë me... Pra, nënat vizitohen e i dërgoni dhe tek klinika ortodokse. Bashkëpunoni për sa kohësh, apo shumë vite? Vazhdimisht, që kur është hapur, ka qenë kjo lidhje. Ato i kanë shërbimet falas aty. Pra, për nënat, shërbimet në klinikën ortodokse janë falas. Qendra nuk është thjesht një vend banimi, por një komunitet i gjallë ku çdo ditë sjell momente të veçanta. Një nga traditat më të rëndësishme që ruhet me përkushtim është ajazma, shërbesa e bekimit të ujit, e cila kryhet çdo muaj. Kjo shërbes përçon një atmosferë qetësie dhe bekimi për rezidentët e stafin, duke u dhënë energji shpirtërore dhe forcë për përditshmërinë. Në kuadër të një nisme të përbashkët midis Fondacionit Fryma e Dashurisë dhe Gjimnazit Protagonistët, nxënësit e klubit Shërbimi Social vizitojnë qendrën për të kaluar një ditë të veçantë me të moshuarat. Ata dëgjojnë historitë e tyre dhe njohin nga afër sfidat dhe përkushtimin e stafit. Njëra nga nënat më tha që parë që ju bëni shumë aktivitete dhe imi shumë dashuta se na vjen shumë njerëz të moshave të ndryshme, të rinj, fëmijë, edhe zhvilloni aktivitete. Mundohemi, aktivitetet janë vizita që na bëjnë, për shembull nxënës nga shkolla nëntëvjeçare Protagonisti, nxënës nga gjimnazi Protagonisti. Kemi fëmijët e kopshit siç e pa, sepse ato e kanë programin njërë në 2 javë, njërë në 3 javë, kene e varet si të qellojnë, por që ishin sot si program dhe unë nuk ja shtyva. Ja, shumë mirë që t'ishim edhe ne. Erdhëm. Na vinë edhe nga lidhja e grave, zonja Joana me gratë e Kishës, na vjen shpesh edhe na viziton, kemi bë dhe dreka këtu. Na vinë fëmijët nga shtëpia e shpresës në Shënvlashin, na kanë ardhur dhe ato na vizitojnë. Plot, domethënë nga rinia Kishës, biles me rinin e Kishës kemi bë një program që njërë një javë të vime dhe të bëjmë aktivitet, po dhe në një gatim, në një gjë kështu ndryshe. Ne duam gjëra thjeshta normalisht, nuk duam biseda, një çaj duke biseduar. Edhe kjo na bën shumë mirë. Ja, kështu si sot ne, u kënaqem shumë. Edhe nënave i mban goxha kjo, ky pozitivitet, kjo energji e mirë kështu. I ndryshon ditën edhe atë rutinën. Çdo ditë i ndryshon monotoninë, atë programin ditor që Aida, unë të falenderoj shumë për punën që bën. Faleminderit dhe juve. Për pritjen që na bët sot, edhe shumë suksese dhe lavdi Zotit për çdo gjë që ne kemi. Në këtë qendër, çdo vizitë, çdo dhuratë dhe çdo gjest mirësie krijon një mozaik të bukur të përkushtimit njerëzor. Kjo nuk është thjesht një stre, por një shtëpi e vërtet për ata që e prekin. Jam i mirës, jam i